Ideatori dhe organizatori i festivalit mesdhetar të filmit në Tiranë, Ledion Zoi, ka rrëfyer në një intervistë për Replik Pikal se si lindi ideja e këtij festivali dhe si është zhvilluar ai deri në edicionin e dytë. Zoi thotë se ideja për një festival mesdhetar ka nisur që në vitet 2012-2013, por në ato kohë nuk kishte ende mundësitë profesionale dhe financiare për ta realizuar. Ideja ka nisur diku rreth vitit 2012, mund të themi. 2012-2013 ka qenë një ide, domethënë, për të ndërtuar një festival mesdhetar. Por që e shifsha që nuk ishte, ose unë nuk isha pjekur profesionalisht, ose nuk e kisha kohën, se çdo gjë ka një kohë. Dhe në vitin 2025, Bashkia e Tiranës, kam tentuar edhe gjatë vite për ta ndërtuar, për të gjetur buxhete, për ta marrë, për ta sjellë këtë festival. Por që nuk ja dola. Në 2025-ën, Bashkia e Tiranës shpalli vitin mesdhetar, aplikova, fitova, edhe sot jemi në vitin e dytë. Sipas tij, festivali ka nisur me një koncept të përbashkët artistik dhe kulturor, duke përfshirë muzikën dhe filmin si element që lidhin vendet e mesdheut. Filluam me Odën, Oda DJ, është një nga DJ-et më të mira që kemi sot për sot në të gjitha trevat shqiptare, DJ e femër. E filluam me muzikë për shkak se e unifikuam gjithë festivalin, duke qenë se filmi në fillim fillon muzika, titrat, pastaj shfaqet dhe pastaj po prapë në fund fillojnë titrat dhe prapë muzika që është kolona zanore. Odën e kishim si një kolonë zanore të festivalit, ku na portsolli shumë energji shumë të mirë. Ditën e dytë pastaj filluam me workshopet dhe me shfaqjen e filmave. Kemi patëm një bashkëpunim me, ky është një nga këtë dua ta theksoj, me Drama International Film Festival. Është një festival në Greqi, në qytetin e Dramës, ku zhvillohet prej 27 vjetësh. Domethënë është një ndër më të vjetrit në këtë zonën e mesdheut që kemi ne. Ai thekson se misioni kryesor i festivalit është krijimi i urave të bashkëpunimit mes artistëve të kinemas në vendet e mesdheut. Sipas Zoit, festivali sjell dhe mundësi konkrete për artistët pjesëmarrës. Misioni kryesor është të promovoj aktor, regjisor, filmmaker, çdo njeri që merret me filmin që punon dhe jeton në mesdhe. Ky është i gjithë misioni, edhe për t'i bërë bashkë në Tiranë dhe për të gjetur këto urat e komunikimit. Po kontrata, regjisorët njohin producentët, aktorët njohin regjisorët, këto pjesë të punës, kjo është përfitimi konkret i këtyre gjërave, i punës. Një aktor fiton një rol, një regjisor fiton një skenarist, regjisori dhe skenaristi fiton një producent që mund ta takojë në festival. Ai shton se temat kryesore të filmave të përzgjedhur janë çështje sociale, si emigracioni dhe familja. Duke folur për ndikimin e filmave të shkurtër, ai thekson rëndësinë e tyre në trajtimin e problematikave sociale. Po emigracionin dhe familjen. Pse keni zgjedhur pikërisht këtë tema? Po sepse nga një çek që kemi bërë ne në fillim fare kur donim ta ndërtonim festivalin, pam që e njëjta temë, siç ishte Tirana, këtë problem kishte i gjithë mesdheu. Edhe pam që ishte migracioni, këtë që e vuajnë Shqipëria, edhe ndërtimi një familjes. Po jo familjes si familje, domethënë familjes ta mbash të koston e familjes, domethënë përgjegjësitë që ka babai, që ka mamaja, kosto për të rritur këta fëmijë, për të bërë një jetë të shëndetshme, etc. Domethënë ne këto i pam edhe në filmat fitues që ishin në festival. Flasin shumë, jo pak, sepse filmi mbetet në jetë. Në një film tjetër shikon dhe mbas 30 vjetësh, shikon dhe mbas 40 vjetësh, plus që godet në shoqëri të caktuara. Mënyra interpretimit, gjëra se si sillen, por është një gjë shumë e rëndësishme mënyra se si flet filmi, sepse filmi nuk është, nuk është vetëm përmbajtje. Do të thënë është emocion, është kulturë, është mënyra se si një shoqëri rrëfen veten e vet. Zoi shpreh të kënaqur dhe me pjesëmarrjen e të rinjve në festival, të cilët sipas tij kanë qenë një pjesë e rëndësishme e 2 edicioneve të para. Jam shumë i kënaqur, në të dyja vitet më kanë mbështetur dhe kjo është një gjë pozitive, sepse, si më thënë, është një treg, se në fundit festivali këtë bën, po ndërton një treg, dhe këta të rinj kanë besuar të këtë treg dhe kanë qenë pjesëmarrës. Nga 18 deri në 30 vjeç, mund të themi, ka qenë grup mosha e të rinjve. Student shumë student,
që jam falenderoj që kanë qenë pjesë e festivalit. Ka qenë të rinjt bashkëpunimi me OSB-n, në sollit të rinj nga Evropa, me We Balkans erdhën të rinj nga Ballkani. Patëm më pëlqeu kësaj radhe sepse duke ardhur këta të rinj, po pati një diversitet shumë të madh dhe më pëlqeu shumë. Në përfundim, Zoi shprehet se synimi është që festivali të kthehet në një traditë dhe të zgjerohet në të ardhmen. Do ta kthej një traditë, do ta bëj një traditë. Të kthehet një traditë se jo të jetë një trampolin për çdo artist. Do të bëjë diçka ndryshe nga ky vit, vitin e tretë apo? Po, cilat janë planet tu? Planet janë shumë të mëdha, domethënë duam të fusim dhe filmin e gjatë, po kjo varet në bazë të buxheteve, në bazë të kostove që do kenë. Po, jam të mirëpritur, mund të sillin gjithë punët e tyre në festivalin Tirana Mediteran Film Festival, sepse mendoj se është një trampolin për të gjithë rinj.